të dashur shikues, jam sonte me një krijuese e cila do na sjell patjetër një buqet risish me krijimtarinë e saj dhe idetë e saj. Emrin e ka Blerta Kambo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është artiste e disa mediumeve, por ajo çka mund të përdoret si etiketë është fuqia e saj në artin vizual. Blerta, ky emri yt kaq i bukur, nga cili qytet i Shqipërisë vjen kjo Kambo? Nga Korça. Është nga Korça, me sa di unë ka qenë një zotëri, ndoshta Kamberi ose po i thonin Xha Kamboa. Edhe ka mbetur Kambo, ishte fshati u quajti tillë dhe të gjithë Kambot vinë nga kjo zonë, që ishte jo formalisht e quajtur Kambo, edhe po nga Korça jam e bindur edhe nga prindërit nga ndej kam. Kur më pyesin, në fakt, ndonë se kemi 3 gjenerata në Tiranë, i them që jam nga Korça. Atëherë e dashur zonjusha Kambo, juve sapo morët pjesë ose ishit krijuese, sepse në fundit krijuesit e i ndërtojnë takimet, e një takimi europian në Tiranë, projekt europian me sa pash, me titullin Dashuria është, unë kështu do ta le titullin e emisionit, Dashuria është, por si ishte titulli? Njësoj. Dashuria është njësoj. Në fakt më pëlqen shumë ky titull, po unë doja t'isha ndryshe nga herët e tjera që jam luaj me titullin, adhuroj fjalën, ndonse nuk e zotroj aq mirë. Jam më shumë ekspresive nga ana vizuale, mundem të përdor mediume të tjera, por të paktën në titull më pëlqen të jem jo e drejt për drejt, pra nëse përmend dashurin, nuk flitet për dashurin, mund të jetë edhe krejt e kundërta. Kësaj here doja që t'ishte shumë e qartë, doja që çdo kush ta kuptonte që po flasim për një dashuri që është jo domosdoshmërisht dashuria midis një burri dhe një gruaje, jo domosdoshmërisht dashuria heteroseksuale, heteronormative, siç quhet, por që çdo dashuri, dashuria midis dy burrave, midis dy vajzave, midis një personi që ka lindur vajzë, por pastaj është ndjerë gjithë jetën e vet si një burr brenda dhe pastaj ka bërë ndërhyrje me të që quhet ndërhyrja të dhe është trans, pra, dhe është bërë transgjinor dhe doja shumë që njerëzit ta pranonin dashurinë queer, meqense i përmbledh të gjitha si term. Queer, çfarë si ja përkthejmë shikuesit queer? Queer nuk e di në fakt shqip, sepse është termi që është dakordsuar së fundmi, që përfshin të gjithë ato gërmat LGBT, LGBT që plus. Dashuria e gjitha formave. E të gjitha formave, në pak fjalë, dhe doja që t'ishte shumë e qartë në këtë sens. Është në kuadër të Unë kujtova në fakt që mund ta kishe për shembull dashurinë për qiellin, dashurinë për një lule, dashurinë për një për shembull dua shumë maçokun tim. Po patjetër, më pëlqen shumë dhe e prisja dhe imagjinoj një perceptim nga ju i tillë, sepse jam dakord që dashuria për çfarë do lloj elementi që na rrethon, edhe në veçanti nëse bëhet fjalë për atë më shpirtëror që na mbush, duhet të konsiderohet, po flasim për atë që njihet nga ligji. Po flasim për dashurinë që konsiderohet, pra që shoqëria pranon midis dy qenieve njerëzore. Dhe në këtë rast, po flisni për dashurinë fallike, me besimin seksual, tek palët apo çfarë? Nuk do ta quaja falike, sepse falike përfshin vetëm falusin. Do thoja dashuria për një person tjetër, që pavarësisht gjinisë që ka lindur ose me cilën identifikohet. Po me besim fallik janë ato që gjitha. Po falusi i referohet vetëm një organi, të paktën me besim seksual. Po besim në besimin apo ka dhe dashuri që mund të jetë seksualisht e hapur. Në të gjitha format, pikërisht në të gjitha format mjafton që personat e përfshirë në të janë dakord me këtë gjë. Dhe nuk e kam fjalën tek hapur, por falusi të paktën në një intime i referohet vetëm një organi, kështu që atëherë e kufizon, ndërkohë që nuk përfshin për shembull dashurinë midis dy grave. Po dhe ato diçka rregullojnë në organet e tyre, besoj? Mendoj që në fakt nuk dua ta seksualizoj të gjithë konceptin, prandaj
fotografit nuk janë fare provokuese dhe nuk ka asgjë erotike në to. Nuk ka asgjë, sepse çfarë bën njerëzit në dhomat e tyre është puna e tyre. Unë po flas për atë që pranohet nga shoqëria, ligjërisht, atë që pranohet si dashuri, ne në përgjithësi si kulturë. Në Shqipëri nuk e kemi të manifestuar dashurinë në publik. Nuk e kemi. Nuk i sheh njerëzit të jenë shumë ekspresiv, të puthen, të bëjnë ndryshe nga kulturat të tjera që nuk e kanë këtë problem. Kështu që unë nuk doja të cënoja këtë kulturë tonën, doja vetëm të thoja që mos e shohim dashurinë queer, pra dashurinë jo midis një burri dhe një gruaje, por ndryshe mos e shohim si diçka hedoniste, të pistë, të panjohur, që cënon, po doja që ta shohim si diçka normale. Dhe prandaj fotografit, nëse i shihni, bëhet fjalë dhe mund t'ja shpjegoj se si e kam realizuar këtë gjë. Kam fotografuar 3 çifte të ndryshme, një çift lesbik që është Livia dhe Gjeni. Gjeni Karaj, besoj ju e dini, është një aktiviste për kauzën queer. Dhe pastaj kam fotografuar një çift heteroseksual, që është Lura dhe Agoni, pra që është i pranuar zakonisht nga shoqëria, dhe një çift që janë 2 burra, por në fakt njëri prej tyre ka lindur si grua dhe ka bërë këtë ndërhyrjen që thash nëpërmjet hormoneve, sepse gjithë jetën e vet është ndjerë si një burr. Domethënë ka lindur sipas vetë personit në trupin e një gruaje dhe nuk është ndjerë vetvetja. Dhe në fakt persona transgjinor, përpara se të kalojnë këtë periudhë, janë ndër më të cënuarit nga ana psikologjike, sepse janë krejt të shtypur nga identiteti që kanë brenda vetes së tyre dhe identiteti që shoqëria i përcakton, dhe shpesh herë janë më të rrezikuarit për vetvrasje, për të përjashtuar nga familja, nga shoqëria, bulizmi, domethënë janë vërtet shumë të cënuar, dhe prandaj së fundmi është bërë ajo biseda, sidomos mas përzgjedhjes së Trump për gratë transgjinore. Gjithsesi, për t'ju rikthyer konceptit, pra në kuadër të Javës së Europës, unë isha një ndër 11 artistët e përzgjedhur për të bërë një projekt artistik. Dhe unë zgjodha këtë temë pikërisht sepse kam shumë miq që janë gay, që janë queer, pra që nuk kanë raporte heteronormative, dhe doja që t'i jepja një zë atyre vetë dhe dashurisë në përgjithësi. Pra ajo i kam fotografuar këto 3 çifte në poza shumë të thjeshta, janë duke përshafuar njëri tjetrin, dhe është një teknik shumë interesante që me siguri ju e njihni, nëse ju kujtohen ato kartolinat që kanë qenë dikur në fillimet e viteve 90 që po t'i lëvizje, imazhi ndryshonte. Dhe në këtë rast, kjo quhet fotografi lentikulare. Dhe janë 3 imazhe në një, dhe në varësi të pozicionit ku shikuesi ndodhet, ti mund të shohësh ose njërin çift ose tjetrin. Dhe është shumë e thjeshtë, është kaq e thjeshtë sa kushdo besoj mund ta kuptojë, dhe duke i bashkangjitur dhe një titull po aq të thjeshtë, dhe e ripërsëris këtë sepse e kam bërë pavarësisht rrezikut që është një truk optik. Është një truk optik, po. Dhe e kam bërë pavarësisht se është e thjeshtëzuar, dhe natyrisht në botën elitare të artit shpeshherë aq sa më ndërlikuar dhe konceptual ti jesh intelektualisht, aq më shumë peshmerr si artist, po unë e bëra qëllimisht shumë të thjeshtë, sepse për mua interesi është që njerëzit e thjeshtë ta kuptojnë dhe ta pranojnë, ose të paktën të ndalen, dhe të thonë, okay, mbase mua nuk më prish asgjë nëse këta njerëzit duhen. Pra shkosa nuk më cënon, mua nuk kam asnjë gjë në jetën time që më duhet domethënë prezenca ose dashuria e këtyre personave më sjell, sepse në fund të fundit njerëzit duhet të duan atë personin që normal. Unë kisha një pyetje, për çfarë arsye njeriu duhet ta deklarojë seksualitetin e vet? Domethënë në shoqëri, ose ju përmendet disa emra këtu që unë nuk i di, po. Jam shumë dakord që nuk duhet ta bëj, por njerëzit e bëjnë edhe nëse ti nuk e deklaron. Në momentin që takon një person, ata ta analizojnë në të gjitha aspektet, që nga mënyra se si e veshur dhe se si dukesh, si mendon, nëse mendon si ta, nëse mendon ndryshe, dhe besoj edhe ju ka rastisur që nga mënyra se si ju shpreheni që shpesh herë mund të ndjeni
jo aprovimin e njerëzve të tjerë. Në rastin e personave queer, kjo është më theksuar, sepse ata nuk mundet të mbahen për dore në publik, sepse automatikisht mund të bëhen subjekt i dhunës. Mos flasim për dhunën verbale, etc., sepse nuk pranohen. Pra, ky deklarim nuk ka të bëj fare me faktin që krenaria ime duhet të përçohet sepse jam unë queer, jam biseksuale, jam lesbike, apo jam gay. Nuk ka të bëj me këtë krenari, ka të bëj me faktin që duhet të pranosh që ekzistojnë njerëz të tillë dhe nuk ka asgjë të keqe që të cënon ty ekzistenca këtyre njerëzve dhe nuk duhet t'i përçmosh dashurinë e tyre. Pra, unë nuk e shoh si një deklarat për të thënë që unë jam gay dhe krenohem për këtë gjë. Më shumë ka të bëj me faktin që njerëzit duhet të kuptojnë që ekzistoj, sepse njerëz të tjerë që janë të fshehur diku aty dhe kanë frikë të flasin, kanë më shumë mundësi të thonë, ka njerëz si unë, dhe të mos mbyten atë frikën e tyre që i rrethon nga shoqëria, e të qëndrojnë të ndryshe. Unë të kuptoj shumë mirë dhe e vlerësoj gjithë, domethënë, jo vetëm bon sensin, domethënë tolerancën që ti ke, por edhe kulturën që ke marrë dhe imperativin artistik me cilin ti i ke shprehur këto. Kam një pyetje shumë të sinqertë dhe dua që për këtë dhe të mendohesh. Shoqëria njerëzore është shumë e madhe dhe e gjerë dhe diverse. Dhe në problemet e saj, unë besoj që duhet të ketë një radhë. Duhet të ketë një radhë, edhe kur politika merret me kaq shumë, a mendoni ju që ky është një problem që vërtet duhet jetë në radhë frontale, duke parë për shembull, luftën le të themi që ndodh në vende ndryshme të botës, nuk po i ve emrin, gratë që janë me probleme me fëmijët që s'kanë ndoshta edhe bashkëshort, të smur që nuk kanë një pension, një nga cilët e kam në shtëpi. Pra, sigurisht unë jam e egzaltuar për mrekullinë e rinisë dhe potencialit tënd, por me sinqeritet, a nuk duhet kthyer vështrimi edhe me të njëjtin si thonë përparësi. Me të njëjtën përparësi edhe në disa sfera të tjera, të cilat janë bërë rutinë për veshin, sepse ku bën dekada që janë mbas porte, dhe që meqense nuk janë trendi, nuk eksplorohen. Këtu dua që të më jesh pak e sinqert. Jam absolutisht shumë e sinqert. Kam një mendim shumë të formuar për këtë gjë dhe unë jam gjithmonë e hapur ndaj mendimeve të tjerëve, përpiqem, por kam një mendim shumë të qartë për këtë. Pikë së pari, nëse ne do thonim që të presim sa të rregullojmë varfërinë, dhunën që ekziston ndaj grave, dhunën që përjetojnë, që patriarkati veti dëmton edhe burrat, jo vetëm gratë, sa të presim që gjithë luftrat në botë të jenë zgjidhur, sa të presim që, nuk e di, do me thënë, kjo hierarkia e të zgjidhurit të gjërave, për mendimin tim, për fat të keq, unë mendoj që është një justifikim për disa njerëz, sepse ata nuk janë njerëz që nuk flen natën për këto gjëra. Ata njerëz që kanë problem varfërinë, apo që nuk është se rrin natën duke mos fjetur, duke menduar, jo vetëm të lutem, më pyete sepse kam realisht, është një mendim dhe nuk e kam absolutisht me ju. Jo, po edhe ata që i kanë problemet flen natën, ta dish. Jo, vetëm sepse gjumi duhet. Patjetër, po doja të thoja, jo, ka njerëz që kanë jetën e tyre kanë kthyer në aktivizëm. Unë jam edhe aktiviste për të drejtat e grave shumë prej punëve të mia jam feministe, sepse e ndjej personalisht dhe përpiqem dhe besoj patjetër në të drejtat njerëzore. Nuk mund të them që jam një aktiviste që nuk flen natën për çdo gjë, por bëj pjesën time kur mundem. Dhe unë mendoj që përderisa ne jemi në të gjitha hapat që bota po kryen, kemi iPhone-in më të fundit të gjithë, kemi të gjitha kafenet më të fundit, kemi luksin që nuk mungon asnjë gjë në Shqipëri, që nuk ekziston dhe jashtë, atëherë do të thotë që ne nuk e kemi aq shumë mendjen dhe për atë kontingjent të shoqërisë tonë që jeton në varfëri. Do të thotë që ne nuk e kemi mendjen për të ndihmuar njerëzit apo gratë që rrezikojnë nga femicidi. Do të thotë shumë gjëra ne nuk i kemi
në pararoj, nuk e kemi prioritare. Atëherë, pse mos e konsiderojmë dhe këtë gjë që është e drejt njerëzore? Do me thënë, unë njoh shumë miq, kam shumë miq të mi që janë shumë të arrirë në jetë, kanë çdo gjë në jetën e tyre, sepse kanë punuar fort për këtë gjë, por nuk mund të jenë të lirë të dashurojnë atë person që duan. Dhe kjo nuk është e drejtë, është e drejtë njerëzore. Pra nuk e konsideroj si një... Kush është i lirë që dashuroj personin që do? Një person, unë jam e lirë nëse unë pëlqej dikë, dhe një djalë më pëlqen mua. Pra, kemi një kush që dhe ai duhet të pëlqej ty. Patjetër, këmbimi... Që këtu baron liria, po vazhdojmë tutje. Patjetër, kjo është... Mua më pëlqeu shumë sepse zua të futem dhe në provokime tjera, se i bëra për provokime tjera. Patjetër, provokime tjera, për shembull, unë kam lindur 2 fëmijë, po unë asnjëherë nuk studiova dot në një nga shkollat moderne ose klasike, se çfarë është një fëmijë në barkun e një nëne. Dhe kjo është një fenomen që se kam vetëm unë, e kanë miliona, miliarda gra në përbot. Dhe për këtë s'është ngritur ndonjëherë ndonjë pikë pyetje, por më pëlqeu një nga temat që ju vetë ngritët, përdhunimi i burrave nga vetë patriarkalizmi, nga vetë burrat. Mund të flasim diçka për këtë? Patjetër, unë kam bërë një projekt para një viti që e quajta Burr i Kështjellës, dhe pata një ekspozit, dhe është një projekt 4 vjeçar që përfshin disa punë dhe i gjithë koncepti, unë e quaj shpeshherë, është feminizëm në mbrojtje të burrave. Sepse për herë të parë, duke qenë se jemi rritur në një shoqëri shumë patriarkale, dhe shumë vite jam përballur me bullizëm, sepse në kohën që unë nisa të merrem me fotografi, para 18 vitesh nuk ishte në terren asnjë grua fotografe. Dhe shpeshherë më kanë quajtur lloj-lloj emrash, dhe e rritur me gjithë këtë, e rritur dhe pastaj me sulme të tjera ndonjëherë dhe fizike, duke mos njohur asnjë prej mikeshave të mia që nuk ka patur të paktën një episod dhune, mos flasim për ato fjalë, po flas vetëm fjalë në rrugë që ishin të zakonshme. Me shumë vite u krijua kisha një lloj mërie ndaj burrave brenda, thellë, burrave shqiptar flasim. Dhe në përgjithësi ti ke këtë mëri dhe thua dhe ndjesh si viktimë. Por në fakt, për shkak të një eksperience dhe me kalimin e kohës, kuptova që në fakt patriarkati dëmton burrat shumë, po aq sa ne. Ndoshta jo aq shumë fizikisht, sepse gratë shpeshherë rrezikojnë dhe jetën, ato vriten, femicidi ka shumë gjasa të ndodhi nga një partner ose një person i afërt, por i vret psikologjikisht. Burrat dëmtohen nga një sistem i cili i shtyp dhe i thotë që duhet të performosh, duhet të jesh i fortë, që kur janë të vegjël i thonë djemve të vegjël nuk duhet të qash, duhet të jesh burri i shtëpisë. Dhe prandaj i gjithë koncepti quhet Burr i Kështjellës. Dhe në atë seri unë kam fotografuar dhe filloj këtu, kam fotografuar kështjella, ndërtesa që janë në formë kështjelle, nuk e di nëse i keni parë nëpër Shqipëri, që janë të ndërtuara, dhe unë interpretimi im i saj ishte që këta kanë qenë burra që kanë dashur në thellësi të tregojnë si thua burrërinë e tyre, ta vërtetojnë fortësinë e tyre, sepse ka diçka mbrojtëse te kështjella, ka diçka të fortë, ka diçka mbretërore, dhe ajo që bëra unë pastaj ishte një ndërhyrje me dritën infrakuqe, që është e padukshme për syrin e njeriut. Ajo që bën, dhe kjo është një nga fotografitë, për shembull, ajo që ndodh është që çdo gjë që rrethon kështjellën për shkak të dritës infrakuqe kthehet në rozë. Dhe prandaj kishe këto peizazhe pakëndrimtare me këtë bështësinë rozë, po dhe të kësaj kështjelle si do të jetë e fortë. Dhe koncepti pikërisht ishte kjo për të thënë që patriarkati dëmton burrat, po aq sa dëmton gratë, dhe gratë që jetojnë të si thua të padukshme në këtë përgjatë kësaj kështjelle, sepse për mua jeshilja, pra natyra e kthyer në rozë përfaqëson energjinë femërore. Pak më konceptuale se sa kjo punë që kam bërë tani, dhe pastaj e gjithë seria shoqërohej përveç se me fotografitë, me disa instalacione që ishin me shprehje mizogjene shqiptare, për shembull herë tjetër me djalë, apo burrnesh. Shumë vite unë e kam quajtur veten burrnesh se më dukej si diçka që më duhet krenohesh, apo pse duhet unë të merrem seriozisht vetëm nëse kam një gjë burrërore.
pse unë si grua, si vajzë, nuk mund të kem diçka të mirëqënë dhe të fortë, duke qenë femërore. Dhe gjithashtu dhe ka edhe disa elemente të tjerë që janë pak më me një tonë më humori, për shembull që janë screenshot ose domethënë foto të marrë nga aplikacioni Tinder, që është një aplikacion i takimeve online, se si djemt për shkak se rriten nga shoqëria të mos ofrojnë asgjë tjetër përveç se makinës apo gjërave të luksit, nuk edukohen në shtëpi nga familja, nga mamat që të lajnë, të gatuajnë, të jenë të zotë dhe vetes, dhe vetmja gjë që ofrojnë është kjo dukja, që është makina, që është dhe nuk janë asnjëherë prezent në familje, nuk janë prezent në rritjen e fëmijës, nuk janë prezent në gjithçka tjetër dhe mendoj që nuk është për t'i fajsuar ata, ky është e koncepti, është për të fajsuar shoqërinë. Dhe ne duhet ndalemi të mendojmë si rrisim djemt tanë. Po ndonjë projekt për mjedisin ke bërë ndonjëherë? Më pëlqen pyetja sepse unë kam studiuar në fakt inxhinieri mjedisi fillimisht dhe për mua është një nga temat më të rëndësishme, e dua shumë, unë quhem Blerta dhe mendoja se kam lindur për të qenë ambientaliste. Pata një zhgënjim në vitin e tim të fundit të shkollës dhe prandaj nuk e përfundova. E di pse të pyeta, se kishe vënë aty kështjellat, po kështjellat janë të këndshme shumë, po të kishe vënë në një pallat, kush e di sa kate, që s'ka asi pemë rrotull, po nejse se kjo kështjella ishte mes pemëve. Arkitektura është shumë e pranishme në punën time, sepse e konsideroj... Po ti vetë do përqeje të jetoje në kështjellë? Nuk besoj. Nuk besoj. Mua do më mjafton të një hapësirë shumë e vogël në natyrë, dhe për atë besoj dhe shpresoj të punoj, që të kem diçka sa ma pranë natyrës, të mund të rris domatet dhe patatet e mia, po do vinë ndoshta një ditë që do mund ta bëj këtë gjë. Ndërsa për pjesën e natyrës, është një nga temat që kam, siç thash, shumë prezente, por për shkak se jam shumë e ndjeshme ndaj saj, ndaj mbrojtjes së natyrës, unë jam dhe vegane për këtë arsye. E kam patur frikë gjithmonë ta bëj këtë hap, po besoj se tani do ta tejkaloj këtë, dhe është një nga mendoj subjektet që jetë shumë e pranishme në punën time. Se mbarova këtë pjesa e feminizmit, që ishte brenda meje, më përshonte prej shumë vitesh, pata e momentin tim katarktik që kryova dhe nxora këto punë, kanë qenë disa projekte që kanë qenë në lidhje me mbrojtjen do më thënë me efektin që ka patriarkati tek burrat dhe tek gratë. Kështu që tani mendoj që natyra do jetë projekti im i ardhshëm dhe fokusi im i ardhshëm. Që je talentuar, kjo është evidente, se shikoj punët dhe janë shumë të këndshme dhe të uroj me gjithë zemër. Nga ana tjetër ndjej që fjalori jot është i përqendruar me intensitet pikërisht në këtë fushë ku ti rref. Desha të bëj një pyetje pak pikante. Mendon që ti do ju ishe referuar këtyre temave që ju referohesh, në qoftë se ato nuk do ishin edhe trende gati politike të kohës, pra të kuptojmë edhe aspektin, nuk po them ambicioz, po të atij takimi koincidencial në të cilin pastaj fillon punon ai spirali intrinsiku i brendshëm për të bërë prezent si një personalitet si dikushi. Ti jemi sinqert në këtë pikë, midis këtyre semantikave që hidhen, apo je një person për shembull si puna ime që tren ecën këtej dhe unë marr drejtimin për gjetë një makinë rasti, për t'ja bërë me dorë për arsye se jam person tazem klasik, ose që nuk besoj çdo trend që kalon. Por këtu mund të luash shumë bukur, duke më dhënë edhe situata që po, mendoj që ndoshta mund t'jem kapur, po mendoj që edhe mund të largohem, mendoj që mund të krijoj një trend tërësisht timin, sepse potencialet e tua janë. Atëherë, do ta filloj pak me fundin, se me siguri nuk ju kujtohet, po unë kam qenë, nuk e di kush është termi shqip fangirling, po unë kam qenë një admiruese juaja prej shumë vitesh dhe jemi takuar dhe kemi një foto bashkë, unë s'pari kërkoj njerëzve asnjëherë për të bërë fotografi, në fakt. Nuk e di pse nuk e kam patur ndonjëherë këtë, po ju kam kërkuar juve para
mos flasim ndoshta 20 vitesh. Po e bëm atë foton? E bëm foton dhe nuk kam shumë kohë që i rigjeta, sepse nëpër arkiva jam duke hulumtuar të rikthem pak fotografive që kam pas bërë para 18 vitesh, se është interesante kur i rikthesh punës tënde. Mund të kërkoj falje që të ngacmoj, po dua nxjerr nga ti maksimumin. Patjetër, të lutem, kurdoherë. Dhe pikërisht e përmend këtë sepse mua më pëlqen të shkuarit kundër rrymës. Edhe atë kam admiruar gjithmonë dhe ishte një frymëzim kur shihej dikë që me poezinë, po edhe me qëndresën, vetëm me prezencën, juve vetëm që ekzistoni, dhe mënyra si ju shpreheshit, ishte krejt ndryshe nga gjithçka tjetër dhe duke u rritur pikërisht në një ambient kaq homogjen, po jo vetëm homogjen, po që të mbyt kur ti qoftë edhe dukesh pak ndryshe, flasim dikur se tani unë mendoj që është shumë e lirshme, nuk ekziston aq shumë ky kompleksitet, njerëzit ka larmi dhe nuk e ndjen, mendoj unë. Është hapur Shqipëria. Po, këtë presion, po në atë kohë, domethënë, nuk bëhe fjalë, domethënë ishe krejtësisht e shigjetuar nga të gjitha anët, vetëm nga pamja dhe nga fjalët, mënyra se si e shpreh të njëjtën fjali. Kështu që unë kam qenë gjithashtu, kam tentuar që mos e ndjek këtë rrymë, edhe për shkak të rrethaneve, më është dashur të bëj një jetë krejt ndryshe nga bashkëpunëtarët e mi, kam nisur të punoj shumë herët për ndihmuar familjen, më është dashur të mësoj shumë gjëra vetë, sepse nuk jam rritur me një familje me libra rreth e rrotull. Domethënë, më është dashur të kërkoj vetë në një kohë që interneti nuk ishte ende i aksesueshëm. Dhe mund të them që pjesa e faktit pse unë po i bëj këto tema dhe pse po i bëj tani, në fakt më lidhet më shumë me kurajon që unë po marr më në fund për të quajtur veten time artiste vizuale dhe për të dalë përpara një publiku. Kam shumë vite që unë krijoj, po shumë prej punëve të mia kanë ngelur gjysmake, të papërfunduara, të panisura ndonjëherë dhe nuk i kam kryer. Shumë gjëra kanë ndodhur që mua më kanë thënë një shtys që duhet i bëj dhe duhet i bëj tani. Dhe kjo është, mendoj, arsyeja e kohës, në fakt. Nuk është më shumë pjesa e trendit. Pastaj, pjesa e... Do ju rikthehesh këtyre? Do ju rikthem dhe madje unë bëra një shkollë, sapo përfundova një shkollë për cilën mezi, si thua, e kam pasur ëndër, që është një shkollë filmi dhe unë nuk po merrem me filma për momentin, e kam lënë më njanë. Ku e mbarove këtë shkollë? Në Londër. Bëra një shkollë shumë të mirë në fakt. Dhe prandaj thash që është bërë me shumë sakrifica, por është një nga shkollat më të mira në botë dhe teknikisht, logjikisht unë duhet merrem me filma me njëherë, sepse jo më kot bëra atë shkollë, por unë e ndjeva më urgjente këtë nevojën time për t'ju rikthyer projekteve dhe ideve që unë i kam patur për shumë vitesh. Për shembull, Burri Kështjellës, unë kam materiale që para ndoshta 13 vitesh dhe që mund të them feminizmi nuk ka qenë dhe nuk është asnjëherë trend. Të jemi të sinqert. Përkundrazi, shpeshherë njerëzit mendojnë që feminizmi është një koncept që burrat i urrejnë, këto gra urrejnë burrat dhe keni arritur të drejta dhe çfarë doni më. Në fakt, po, është vërtet kanë ndryshuar shumë gjëra, po jo mjaftueshëm. Duhet ende bërë shumë që vajzat që lindin sot të mos ndjehen të objektifikuara seksualisht në të gjitha format e tyre, të kenë të drejtat barabarta, etc., pa në anashkaluar mënyrën se si rrisim djemt. Kështu që unë nuk e shoh si pjesë trendesh, por është e vërtet që duhet një masë kritike për të bërë diçka. Për shembull, një nga temat që është shumë e vyer për mua është mbrojtja e kafshëve. Unë jam vegane, çdo gjë që unë vesh, çdo gjë që unë konsumoj, përpiqem që të jem vegane, sepse nuk dua që një gjallës tjetër të dëmtohet për mua. Nuk dua që ajo që unë kam përpara në drekën time të jetë një gjë e gjallë, jeta së cilës ka qenë shumë e rëndësishme për të, ka qenë gjë më e rëndësishme dhe është aty për vaktin tim. Kjo është më e rëndësishme, unë e di shumë mirë që unë nëse bëj një projekt të tillë tani, do më duhet ta financoj vetë, sepse kudo që unë do aplikoj, nuk besoj se mund të gjej fonde për këtë temë. Flasim për punën trendit. Është temë shumë e bukur. Është diçka që jo kushdo është ose për natyrën. Për natyrën në fakt tani edhe mundet, por flasim posaçërisht për punën e kafshëve, sepse vetë njerëzit janë koshient që e bëjnë këtë gjë, pa çka se ne jetojmë
është ajo shpreha anglisht, jetojmë me kokën në rër, pra bëjmë sikur nuk ekziston, është elefanti në dhomë që nuk ekziston. Vetëm maqoku im do ngorte ama se ai do vetëm mish. Në fakt, po, qend mund të jenë vegan, shlehtësisht, edhe se pash që kishte thënë një aktiviste këtë gjë dhe pash komentet online, njerëzit nuk e kanë fare iden, nuk din fare nga nutricioni. Maset është e vërtet që kanë nevojë të ushqen, por po të shikosh në natyrë, kafshët nuk konsumojnë asnjëherë më shumë se sa që duhet. Një luan ose një gjallës tjetër, kur i duhet të konsumoj mish, sepse me atë jeton, merë asaj duhet. Ne shkojmë dhe marrim kafshët, dhe i rrisim aty në një sipërfaqe kaq, i quajmë edhe free range, pa ato janë të mbyllura, aty tërë jetën e tyre, të prodhojmë për ne, vezë dhe qumësh, pastaj shkojmë i çojmë në thertore. Edhe ky është cikli që përsëritet. Dhe kjo konsiderohet si diçka normale, pse? Sepse ai personi do të marrë për drek 10 chicken wings, që quhen krah pule. Do 10 krah pule për drek. Do me thënë, jam vrarë 5 pula që a i të ketë atë... Tash i kam një pyetje unë këtu, se shumica e zarzavateve janë OMG. Ujnë e kemi të blerë, nuk e kemi ujë tubi. Ajri është i rënduar shumë. Ky njeri me çfarë do ushqet? Ka shumë... Kështu që mund të kthehemi invers, që t'rregullojmë mirë këto gjitha atyra dhe bie vet ajo, kur ka ushqime të fuqishme njeriu se do mishin vet. Mendoj që e harrojmë, mendoj që industria e mishit e ka nxjerrë këtë pjesën e proteinës kaq shumë. Unë nuk konsumoj mish për 20 vitesh dhe jam vegane, s'kam qenë vegetariane, tani jam vegane për 6 vitesh. Jam në këmbë, jam e gjallë, nuk ka vdekur nga deficienca e proteinës. Sepse njerëzit të thonë që duhet të kesh protein, duhet hash mish. Unë jam shumë në rregull, analizat e mia janë perfekt. Unë konsumoj shumë perime, është e vërtet, edhe të gjithë elementet e tjerë që duhen. Pjesa, ne kemi një problem shumë të madh me sistemin tonë ushqimor, jo vetëm në Shqipëri, kudo në botë. Dhe për këtë e pranojmë. Kemi njerëzit që duken nga pamja, jo të shëndetshëm. Pra mbi pesha për mua, dhe për këdo, në fakt, po të lexosh, nuk është e shëndetshme, nuk ka të bëj fare me ato që quhet fat shaming, është thjesht nuk është e shëndetshme. Por jeta jonë sedentare, sistemi ynë ushqimor me ushqime të procesuara dhe të ultra procesuara është shumë i rrezikshëm. Unë mendoj që ato janë më të rrezikshme se sa çfarëdo lloj kimikati që i hedhim në perimeve, që patjetër është për tu parë, dhe patjetër që ne duhet ta shohim këtë sistemin ton, por akoma më rrezikshme është ajo që konsumojmë. Unë shoh lajme, njerëzit u bën nami për mandarinat me kimikate, ndërkohë janë duke i dhënë fëmijëve ushqime të procesuara, të ultra procesuara, duke i bombarduar me produkte, me kremviçe mish të procesuar, që është vërtetuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që shkakton kancer. Domethënë shkakton, është vërtetuar. Kështu që unë, kjo mos lidhje e këtyre elementeve për mua bën shumë çudi dhe është një nga temat në fakt që po bëj kërkim për një dokumentar, sepse dua që të informoj njerëzit, të paktën të bëjnë një zgjedhje të informuar. Po doja për të rikthyer artit dhe temës tonë, më falni se e zgjata unë me monologjet, doja të thoja vetëm që pjesa e trendeve unë jam koshciente që duhet një masë kritike që njerëzit të fillojnë të jenë dakord në parim për disa gjëra që ti të mund të kesh një ndikim, sepse ndonjëherë mund të jesh shumë herët dhe ndonjëherë mund të jesh shumë vonë. Kështu që ky momenti për shembull për mbrojtjen e kafshëve, unë e di që ende nuk ka ardhur. Tamam, sidomos në një vend si Shqipëria, se mund të gjesh hapësirë në shumë. Kisha një pyetje. Se po unë të uroj që ti je në një alert kaq të lartë për mënyrën e jetesës, mënyrën e kuptimit të gjërave, desha të di nga këto temat e fjetura që ende nuk i ke hapur, çfarë ka tjetër subjekte, se dhe minutat po ecin? Patjetër. Ka shumë subjekte që janë histori personale, janë pjesë e historisë së Shqipërisë, se unë mendoj që duhet të jetë gjithmonë personale, më duket sikur është më e vërtet kur buron nga brenda, dhe në lidhje me Shqipërinë, në lidhje për shembull me 97-ën, që mendoj që është një nga ato tema që ne nuk e diskutojmë, dhe mendoj që është gabim, sepse ka ndodhur shumë gjëra që ne duhet i ballafaqojmë me njëri tjetrin për ta i kaluar. Nuk mund të bëjmë sikur nuk ekziston, sikur nuk ka ndodhur.
ka shumë tema që lidhem, nuk janë më shumë tema, për shembull, gjëra konkrete, se në fund të fundit janë temat universale që ripërsëriten në të gjitha filmat, poezit, një shka që është shkruar apo muzik, që në fund të fundit janë dashuria, lufta, urrejtja, hakmarrja, janë nëse flasim për tema, nëse flasim konkretisht pastaj për mënyrën se si i artikulojmë, për shembull dhe pjesa e komunizmit, është një periudhë që unë nuk e kam jetuar, unë nuk e njoh, për mua, interpretimi i asaj periudhe është çfarë i bën njerëzit kur i transformon mosbesimin ndaj personit tënd më të afërt. Pra ajo gjë që na karakterizonte atë sistem, fakti që ti nuk mund të kishe besim as tek fëmijët e tu ndonjëherë, dhe motra dhe vllai yt. Domethënë çfarë si transformon njerëzit, sepse kjo në fund të fundit ripërsëritet në forma të tjera vite më pas. Duket sikur tani ka hije të kësaj në shoqërinë tonë? Mendoj që po, ne nuk e pranojmë, por mendoj që po. Ky individualizëm, mendoj që i ka ndikuar shumë dhe në veçanti raporti me publiken dhe privaten. Mendoj që është ende një hije e kësaj periudhe që e kemi, sepse janë ende shumë gjëra që nuk janë diskutuar dhe akoma nuk janë pranuar, sidomos nga gjeneratat e mëpasme, ne nuk i njohim. Dhe nuk i njohim, madje unë po diskutoj me prindërit e mia, ata janë rritur, domethënë kanë qenë punëtor të thjeshtë dhe për shkak se nuk i ka prekur drejt për drejt sistemi, ata shumë nga kjo dhunë që sistemi ka krijuar të njerëz të tjerë, ata nuk e mbajnë mend ose nuk e dinë. Mbajnë mend vetëm pjesë pozitive të saj. Po. Dhe aty kupton që ka ende një disonancë, ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo vjen se ata s'duam ta pranojmë transformimi radikal i qenies, disa i sjell në përfitim dhe prish radhën e asaj që quhet latencia ose vonesa, që është e nevojshme për ndërtimin normal të një strukture. Pra unë tërthorazi, kur të ngacmoja, këtu e kisha fjalën që ka një vonesë e cila është ndërtuar prej diference, po dhe prej besimi. Unë jam punëtor sepse unë besoj që unë jam punëtor. Një tjetër mund të jetë shef, sepse ai e beson që atë e bën shumë mirë, është shef. Por në qoftë se ti punëtorin e bën shef dhe shefin punëtor, ka një problem pastaj që nuk e di se si mund të shkojë, ka një aventurë këtu shumë të guximshme që ne e provuam, por s'ka rëndësi, le të ecim përpara. Unë shikoj që ju jeni me shumë poleje, multipolare, merr pjesë në shumë sfera njëkohësisht dhe kjo është një merit shumë e mirë e jotja. Çfarë sensi bashkon të gjitha këto? Edhe në art, po edhe në kërkim, sepse shikoj që ti je një researcher, një kërkuese shumë e mirë. Përpiqem të jap kuptim, po në fund të fundit është më shumë, ndoshta edhe për t'i dhënë kuptim vetes time, domethënë dhe patur një qëllim, sepse ndonjëherë edhe unë mendoj me vete, them gjithë kjo lodhje, mund të t'ja kurseja vetes, mund edhe të isha pak më e paqt me botën dhe të kisha një rutinë deri diku më të zakonshme, por e ndjej që kam nevojë të krijoj dhe kam nevojë sepse më bën mua shumë kuptim dhe jam kurioztare ta njoh botën, jam përpiqem të ballafaqoj, pashka se duket sikur kam mendime shumë të prera ose të determinuara. Në fakt, unë shpesh herë kur bisedoj me dikë dhe adhuroj të bisedoj me njerëz që mendojnë ndryshe nga unë më pas bluaj shumë. E quaj vetëm një qenie ruminante, domethënë bluaj shumë dhe realisht më bën të mendoj, sepse në fund të fundit ne e njohim veten tonë dhe nëpërmjet njerëzve të tjerë. Mund të kuptojmë shumë nga vetja jonë dhe me siguri mund të kem gabim në shumë gjëra, shumë prej mendimeve që kam, në fund të fundit është... Jo gabim, po mund të jenë horizonte deri aty, kufizime, ose... Sepse janë gjërat që ne nuk i dim që nuk i dim. Po sigurisht.
Ne prandaj është ndërtuar e gjitha, kështu që ti. Që kur isha e vogël e mendoja këtë gjë. Moderniteti kjo është që duhet të ndërtosh gjithë botën prej vetes, sepse rrënjët janë këputur si në besim ashtu dhe në histori, por faleminderit shumë, deri këtu jemi shëndoshë mirë, thoshte njëri. Desha të pyes edhe diçka në lidhje me gjuhët e huaja që ju dini dhe sa ju ka ndihmuar ato në këtë transformim. Mendoj anglishtja është gjuha që zotëroj më mirë dhe që lexoj shumë anglisht. Shumë interesante se ky raport që përmenda ajo pakmëria që kisha ndaj burrave dhe që ndryshoj për fat të mirë, kur përpiqesh të kuptosh tjetrin, je në paqe me botën, sepse kupton dhimbjen e tjetrit. Kam patur të njëjtin raport dhe me gjuhën, me shqipen për shembull. Po e kaloj pak nga ana tjetër dhe unë nuk e konsideroj që jam një shqipfolse e mirë. Shqipja është një gjuhë shumë e bukur. Për fat të keq unë e kam mohuar prej shumë vitesh për shkak të kësaj, thash, të këtij presioni që ndjeja nga gjitha anët për të konformuar dhe kam qenë ndryshe dhe unë lexoja shumë anglisht. Dhe dhe shija filma anglisht, dhe kam lexuar, kam mësuar vetë anglishten dhe gramatikën. Dhe më vjen turp ta them të që po është e vërtet. Edhe unë vetëm së fundmi kam filluar të lexoj dhe të rizbuloj shqipen. Por nuk je e para se në globalizëm këto gjëra janë krejtësisht normale. Por e kam djerë dhe isha koshjente se çfarë isha duke bërë. Isha duke e parë veten nga larg me këtë gjë. Dhe anglishtja më ka ndihmuar shumë më pas të kem akses në kulturën, në art, në gjithçka që mund të glabëroja aq sa mundesha, sidomos kur interneti u bëi aksesueshëm dhe në libra dhe tani në podcaste. Zakonisht një libër unë preferoj që një libër që dua që të më ngrohi shpirtërisht dhe kam nevojë për gjuhën intelektualisht, e lexoj patjetër, kam nevojë ta prek, por shpeshherë ka libra që janë informues thjesht dhe ato i dëgjoj si podcaste. Unë desha të bëj një propozim, sepse jemi në fund të emisionit. Ti pas ke mbaruar për film, kurse unë kam mbaruar për skenar filmi këtu në Kino Studio. Një nga librat që kam shumë dëshirë që mund të bëj skenar është Tribunali ose gjykimi ose gjyqi i impotencës, që është për një francez i cili jetonte në Kështjell, sepse këta kanë këto çudirat, që u martua me një vajzë shumë të re dhe nuk e prekte mendor se priste të rritej. Dhe ëma me gjithë vajzën, pra ëma vajzës me vajzën, e çojnë në gjyq pse ky nuk e prek dhe tribunali ishte që në një dhomë nga vripa e Chelsea duhet të shikonin, bëjmë fjalë për Francën e shekullit 18, duhet të shikonin nëse ky arrinte aktin seksual apo jo. Dhe ky shkreti, pra si dhunohet burri nga burrat, nuk mund bënte asgjë sepse ishte në një trysni shumë të madhe. Dhe doli që ishte impotent. Pas kësaj ajo e la dhe ai brenda 1 ose 2 viti gjuhet nga një femër që e pëlqen dhe kjo femra me këtë burr bëri 6 fëmijë. Pra, ky ishte tribunali. Më duket shumë i bukur për t'u analizuar që seksualiteti nuk është vetëm ajo që ne mendojmë, por është edhe një akt si prej dhune që ta kërkon dhunshëm shoqëria që ti ta zotrosh, ndryshe pra është një stim, një self-esteem, më fal. Është një vetvlerësim ose është një monedhë sociale. Le ta themi dhe kështu, pra është një kredit që t'jepet dhe që kur ti nuk e ke ose nuk e bën ashtu sipas forcës së zakonit, atëherë je i paragjykuar deri dhe i dënuar, i përjashtuar. Unë të falenderoj shumë, besoj se do bashkëpunojmë, të dashur shikues, këtu për sonte ndahemi, pres të takohemi në Transkulturën e ardhshme me ide të bukura si sonte, siç na pruri krijuesja Kambo, një buqet me ide, me projekte, me dëshira, me plane të gjalla dhe të fjetura që do zgjohen shumë shpejt. Faleminderit. Shumë faleminderit.